CNA ka denoncuar një tjetër skandal ku protagonist këtë herë nuk janë institucionet, por vetë qytetarët. Në ambientet përreth QSOT-s, në hyrjet godinave të spitaleve, në urgjencën e QSOT-s, pamja me të cilën përballesh janë cigare dhe plastike hedhur gjithandej. Cigare dhe shishe ujë që fluturojnë nga dritaret janë pamja më e shëmtuar që mund të shohim në ambientet e një qendre spitalore universitare, ku e gjithë Shqipëria, qytetarë nga çdo qytet drejtohen për të marrë shërbim për të kryer operacione, kurime e të tjerë. Një akt pa përgjegjshmërie thuajse kriminal i kryer nga vetë familjarët e pacientëve të shtruar në spitale, që nuk kanë as minimumin e etikës apo ndërgjegjësimit të ndotjes së ambientit. Ignoranca është e frikshme, po aq edhe fakti që nuk mendojnë se ndotja e mjedisit është një faturë që paguhet nga vetë njeriu me shëndetin e tij, nga aktet e gjithë secilit prej atyre që flakin cigaret në korridore apo shkallë. Ky është një akt skandaloz që në fakt tregon shumë për papërgjegjshmërinë e qytetarëve, aty ku të sëmurët marrin trajtim, shtrohen, qëndrojnë me ditë të tëra. Në anën tjetër të medaljes kemi pamjet që nxjinin edhe më shumë qytetarët dhe shkaktojnë një dëm në shëndetin e njerëzit. Jetojmë në një vend me njerëz ku shprehja "o sa mirë me qenë shqiptar" merr kuptim vetëm në stadiume, pasi të shohësh këto pamje është një turp i madh që i mbulon njerëzit që kryejnë këto akte, si dhe të gjithë shoqërinë që nuk reagon ndaj një fenomeni të tillë. Pamjet e siguruara nga CNA janë një kamban alarmi që më shumë se sa një denoncim, duhet të shërbejnë si një ndërgjegjësim dhe mesazh për ndalimin e ndotjes së mjedisit, për më tepër në QSOT. Një investim miliona euro që ka tandiset nga vetë taksa paguesit në një strep për cigare. Pamjet tregojnë sjellje të turpshme, athuase janë në rrugë duke harruar që në spital ka njerëz të sëmurë në gjendje të rënduar, janë vetë familjarët e tyre. Për të mos folur më tej për grumbullimin e tyre nëpër korridoret e spitaleve, ku bëhen rrezik potencial për pacientët, pasi mund t'i kontaminojnë me virus të sëmurët. Por kjo i përket një tjetër kronike. Le të kthehemi te problemi kryesor që rrjedh së pari nga individët, nga vetë njerëzit, qytetarë që shkojnë në urgjencë për të shoqëruar familjarët e tyre të sëmurë dhe kryejnë të tilla akte, që para së gjithash duhet të dinë që njerëzit nuk janë kafsh, se teksa sheh këto raste konstatojnë që edhe qentë janë më të edukuar. Në ambiente shihen plera, bishta cigare, gota plastike kudo të shpërdara. Çfarë faji kanë sanitarët për veprimet e vetë njerëzve? Fakti që ka sanitare që kujdesen për pastërtinë e ambienteve të spitalit nuk do të thotë që duhen hedhur cigare, gota apo shishe plastike në korridore apo përreth. Pse nuk veprohet e kundërta, që një qytetar të marrë plera dhe të jehet në vendin e duhur, por kemi një sjellje shtazore neveritëse. Por kemi sanitarët që çdo ditë hedhin malen me cigare apo shishet plastike të qytetarëve që ngatrojnë spitalin me kafe, ku pasi pin kafet apo ujin, rasti më i keq është të përfundojnë në dritaret apo të lihen në parvazet e tyre. Për këtë sjellje shtazore ka vetëm përgjegjësi individi. Duhet jetë në edukatën e tij që të mos ndot ambientin që e rrethon, aq më pak ambientet në spitale. I pari është vetë njeriu që duhet të ketë etikën e moralit për të mos hedhur vende pa vend plerat. Më pas përgjegjësia kalon te institucionet. Është e dhimbshme dhe e turpshme që një vend si QSOT, që duhet të shkëlqente, sjellje të tilla kafshërore kanë kthyer në një vend ku gjen njerëz që hedhin plehra nga dritarja dhe sjellin kulturën e rrugës.